Pasha 442 ka kustuar një artikull tensioneve mes dy vendeve, duke intervistuar futbollistin serb Nemanja Matic dhe raportet që ai ka me dy hyjet e Zvicrës Xhaka dhe Shaqiri. Këta të fundit në jo pak raste kanë shfaqur në fushën e blertë simbolet të kombit shqiptar, sikurse ishte Shqiponja me duar gjatë ndeshjes me Serbinë. Matic i vlerëson të dy lojtarët, megjithatë ai mendon që shpesh ata i përdorin gjestet për të fituar popularitet dhe kredit politik. Lojtari serb ngre pyetjen se nëse Xhaka dhe Shaqiri duan kaq shumë Kosovën dhe Shqipërinë, atëherë pse veshin fanellën e Zvicrës? Ju respektoj si futbollist, kam luajtur kundër tyre disa herë në Premier League, por me ato gjëra të vogla ata mbledhin lehtësisht pikë politike, tha Matic për 442. Ata janë rritur në Zvicër duke u sjellë kësaj, nuk po tregojnë respekt për vendin për të cilin luajnë. Nëse të pëlqen kaq shumë Shqipëria, atëherë pse nuk luan për Shqipërinë? Kjo është pyetja ime. Mund t'i pëlqejë disa vende, kjo nuk është problem. Më pëlqen Serbia, është vendi im, gjithashtu më pëlqen Anglia, kam kaluar shumë kohë atje, kur nuk do të them se më pëlqen Anglia më shumë se Serbia. Duhet të jesh i sinqert, kam luajtur kundër Xhakës shumë herë dhe kur nuk ka pasur probleme, gjithmonë shtrëngonim duart, ai është një lojtar i mirë edhe Shaqiri po ashtu. Po kur nuk do të bëja diçka të tillë, të provokoja dikë, i respektoj të gjithë. Dy ndeshjet më të fundit Serbi-Shqipëri kanë kaluar kryesisht pa incidente, veçanërisht pas u zgjodën vendet më të vogla në qytetet kryesore për të pritur ndeshjet. Ministri në detyrë Albin Kurti me rastin e festës së vitit të ri, i vizitoi policët dhe ushtarët e Kosovës që shërbejnë në natën e ndërimit të moteve, gjatë qëndrimit të tij në stacionin qendror me pjesëtarët e rendit. Kurti shprehu dhe vlerësoi lart angazhimin e tyre. Shpreh vlerësimin tim të lartë për të gjithë djemtë e vajzat tona me uniformë, të cilët me përkushtimin, profesionalizmin dhe përgjegjësinë e lartë kontribuojnë çdo ditë në garantimin e rendit, ligjit dhe sigurisë publike në Republikën tonë, deklaroi Kurti. Për vitin e ri, u uroi shëndet, mbarësi, begati dhe suksese të vazhdueshme në detyrën e tyre fisnike. Fal punës së tyre, qytetarët festojnë me më shumë qetësi dhe siguri, theksoi ai. Kurse fiks në orën 00, shefi i ekzekutivit në detyrë shkoi dhe takoi edhe ushtarët e FSK-s, ku u prit nga komandanti Bashkimi Ashari, me profesionalizëm, disiplinë dhe përkushtim të palëkundur, ushtarët tanë mishërojnë vlerat më të larta të sakrificës dhe përgjegjësisë për sigurinë e Republikës sonë. Ata janë garanci për paqe në vend dhe për një të ardhme të sigurt të Republikës, tha i pari i qeverisë.